Me këtë rezultat zgjedhor i duhet shumë a pak dhe ka gjasa të mëdha që mos ta propozoj fare për shkak se e ka kryer punën e saj për cilën ju ka dhënë një besim për... Ka gjasa të mëdha, si zoti Kurti? Absolutisht, mendoj që ka alternativa të tjera dhe s'kena... Paramendoni dy njerëz që dalin prej LDK-s, thirrën në vlera rrugë. Nestra, të zoti Peci, nestra e kam në safirë, s'po du më në altë kefjes, s'po du më rritë societetin për emision. Por rrugovistët nuk kërcnojnë, nuk kërkojnë monopol politik, por kërkojnë pluralizëm, të rrugova dhe në ditët e tij më të mira ka bërë thirrje që të votojnë partitë të tjera, dhe demokracia ka qenë ai boshti kryesor i vlera të tij dhe këto absolutisht shkojnë në kundërshtim me atë çfarë. Thatë kjo është një farë lloj presioni Vjosa Osmanit që ja bën LDK-s. Por truhet pyetja 1 milionshë. Zoti Kurti tha se pari do ta bëjmë Severin, mandej folin për presidentin, nuk komentuan dhe analizu si mundësisë që nuk do të jetë presidente kandidate prap Vjosa Osmanit, Donika Kërvalla, para 2 dite, 4-5 ditë për para zgjedhjeve, 3 ditë para zgjedhjeve në emision tonë thotë pa dyshim si do të jetë një farë forme prap Vjosa Osmanit, si e propozuar. Pyetja 1 milionshë, nëse kjo është për presion ndaj LDK-s, a beson se ka marrëveshje dhe prap do të jetë kandidate e vetvendosur zotit Kurti Vjosa Osmanit si presidente? Këtë s'mund ta di, por çfarë është pothuajse sigurt që posti i presidentit do të jetë një monedhë politike e negociatave të cilat partitë politike do t'i kenë edhe për formim të qeverisë, por edhe për zgjedhjen e presidentit, nëse kërkojnë t'i shmangin zgjedhjet e ardhshme. A e meriton zonja Osmani të jetë presidenti edhe për një mandat? Unë mendoj që nuk e ka kryer rolin e saj si e paanshme dhe mbi partitë politike. Por edhe në fillim situata mos pajtuese me saj edhe kriminalistë. Një pjesë në mes mandatit saj ka pas një qarje, që e qunë një bigjaz me aliatët tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mandej ka komplet një kthim kursi dhe shantazhit të cilin ja ka bërë gjykatës kushtetuese, duke kërkuar që ata të votojnë në një mënyrë të caktuar të marrin vendime që ishin të përshtatshme për lëvizjen vetvendosje, përshtatja e datës mbas kërkesave të lëvizjes vetvendosje për kur duhet të mbahen zgjedhjet dhe në një farë forme është shndruar në instrumentalizim të lëvizjes vetvendosje dhe nuk ka qenë mbi palët, nuk e ka luajtur rolin e saj kushtetues që të mbrojë institucionet kushtetuese të vendit, veçanërisht gjykatën kushtetuese që ka qenë Po pyetja 1 milionshë. A beson se mund ta propozoj zoti Kurti se për shpërmend për emra të caktuar, të cilët do t'i shesim për aktit krym? S'po du më nal tek këta emra për shkak të korrekcisë. Emrat s'po përmendim. Po, s'po përmendim. Ju përmend emra që kanë koza autoritet, ndikim në shoqërinë kosovare dhe sidomos në lirinë e vendit. A beson që mund të minë avanturat të tilla zoti Kurti dhe a mund të jetë propozuar me zotin Osmani? Të njoftë personalitetin e zotit Kurti dhe Vjosës edhe formën e kacafytjeve që i kanë pas në një moment caktuar. Unë mendoj që do të varet sa i duhet zonja Osmani zotit Kurti. A i duhet më zonja Osmani? Nëse i duhet, do ta propozoj. Nëse jo, nuk do ta propozoj. Me këtë rezultat zgjedhor i duhet shumë a pak dhe ka gjasa të mëdha që mos ta propozoj fare për shkak se e ka kryer punën e saj për cilën ju ka dhënë një besim për... Ka gjasa të mëdha, si zoti Kurti? Absolutisht, mendoj që ka alternativa të tjera dhe skenar tjerë janë të mundshëm që zonja Osmani mos të jetë kandidate e propozuar dhe kjo do të varet shumë edhe prej disponimit partive tjera opozitare, nëse janë gatshme që ndrojnë në sallë apo kanë apetit edhe për një parë zgjedhje në pranverë të këtij vitit. Mendoj që rezultati nuk do të përsëritet dhe në favor të partive opozitare, thotë është kap një momentum në këto zgjedhje dhe është shumë e vështirë që... Po apelon që opozita mos me... Unë apeloj që opozita të mos nënshtrohet. Është shumë e rëndësishme që opozita mos të bie në diktatin e lëvizjes vetvendosje dhe absolutisht rezultati është shumë i keq për partitë opozitare, mund të jetë pak traumatik, por duhet të veprojmë me shumë mençuri dhe mos nënshtrohen, ta bëjnë të zgjohen më në fund. Zoti Kurti arriti 51% prap, hera dytë, pa besueshme, se cili për neshim i konë skeptik, s'ka prit veta zoti Kurti që ti ketë këtë përqindje të lartë të rezultatit. Ta shtruhet pyetja etike, s'po thoma shkelet demokracia. Mund të kërkohet koalicion dhe marrëveshje ndaj dikujt i cili ka marrë 51%. Për shkak post presidentit. Ne dim që ka pasur edhe në kalume në debate sa duhet ndryshohet kushtetuta, duhet zgjedhë presidenti drejt për drejt, apo u vlerën demokracisë edhe të deleguarve të popullit në kuvend pikërisht një pazar i tillë, pesë pazar zgjedhja e presidentit. Komenti juaj. E mira do të ishte vërtet që presidenti zgjedhet prej popullit, për shkak se do të krijonte stabilitet më të madh politik. Dhe kompromiset mes partive politike për qeverisur do të ishin shumë atleta. Për shkak se posti presidenti nuk do të hynte në
në skenaret e negocimit, dhe kjo do të bënte shumë ma të lehtë, dhe nëse arrit